çfarë kam unë në duar? Ti ke një amethyst në Uruguay. E sa të shkon sot, duket shumë bukur. Është jashtëzakonisht i bukur. Dikur që po na ndjek thot sa ide interesante për ta patur në këndin më të bukur në shtëpi. Po si të rinë dorën tënde, tani s'mund të rinë dorën tënde gjithkohës, po që aq e barsa jeti me ato sy të bukur duket fantastike. Për çfarë na duhet në shtëpi? Për të sjellë lumturi. Dhe çfarë date do të vendosim në shtëpi? Në datën 1 janar kemi portalin e parë të vitit që është 111. 1 janar që është 1 i pari dhe 2026 përfaqësohet numri 1, fillesa. Uni, çdo gjë nis nga fillimi, shumë bukur që ka rastisur si vjet, sepse njerëzit kanë nevojë, plus që ky do jetë një vit shumë i mirë. Kështu që e nisim mbar. Amethysti sjell lumturi dhe si e bën këtë? Aktivizon third eye chakra, intuita. E di që shumica e njerëzve, sidomos ne si popull, buremi për intuitën. Do të them shpesh, nuk është intuit të kuptosh ai tjetër përballë teje, ka nivel të ulët inteligjencë ose gënjen. Intuit është që të vinë në shërbim të jetës tënde, për të mirën tënde, që ti të kesh sa më shumë gjëra të mira në jetë dhe më pak të lashe. Nëse ti je gjithkohës në problematika, i bie që intuita jote nuk po funksionon. Dhe ky kristal stimulon intuitën, lidhet me qartësi mendore, lidhet me balancën emocionale, redukton stres dhe mendime negative.